Ju përshëndes nga lajmet e mesditës këtu në Top Channel. Ju njoh me titujt kryesor. Sot në Bruksel, Shqipëria hodhi edhe një hap të madh para për antarësimin. Me ftesë të Danimarkës u hap edhe një tjetër grup kapitull i ri dhe Rama tha se deri në fund të vitit hapen të gjitha. Është mbledhur sot kuvendi për të vijuar ngritjen e strukturave të tjera të tij, duke nisur me komisionet. Socialistët duan të bëjnë ndryshime në strukturë, por opozita është kundër. Ushtria izraelite nisi një ndërhyrje në thellësi të qytetit të Gazës. Tanket dhe bombardimet e pandërprera kanë larguar mijëra civil nga qyteti. Izraeli thotë se në brendësi të qytetit po kërkon pengjet që mban Hamasi. Do ndalemi tani mëngjesisht në zhvillimet kryesore deri në këto momente të ditës. Sot në Bruksel, Shqipëria hodhi edhe një hap të madh para për antarësimin. Me ftesë të Danimarkës u hap edhe një tjetër grup kapitull i ri dhe Rama tha se deri në fund të vitit do të hapen të gjitha. U hapën sot bisedimet mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për një tjetër grup kapitujsh në procesin e ecjes drejt antarësimit në Union. Tashmë ka mbetur vetëm një hap për të cilin kryeministri Rama u shpreh se synohet që të hapet përpara fundit të vitit. Grup kapitulli i 4 i çelur sot përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbërt, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbërt europiane dhe prioriteteve strategjike të BE-s. Pas konferencës së përbashkët, kryeministri Rama ishte së bashku me Marie Bjerre, ministre e çështjeve europiane, nga Mbretëria e Danimarkës dhe Marta Kos, komisionere europiane për zgjerimin. Ministria daneze, si përfaqësuese e presidencës së Radhës së Bashkimit Evropian, shprehu synimin e Danimarkës për zgjerimin e BE-s si prioritet gjeostrategjik. Ky është një hap i domethënës për Shqipërinë dhe për BE-n, po kështu aq më tepër sepse shënon grup kapitullin e 6 që çelet vetëm brenda një viti duke lënë vetëm një që të hapet. Shqipëria ka bërë përpjekje të forta përgjatë viteve me reformën e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit dhe harmonizimit me politikën e jashtme të BE-s. Shqipëria ka treguar qartësisht se sheh të ardhmen e saj në Europë. Ju po jepni rezultate dhe meritoni që këto t'ju njihen. Danimarka, duke qenë presidente e Radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Mbetet thelbësore që vendet kandidate të vazhdojnë të bëjnë realizime të reformave dhe të përmbushjes së kritereve të Kopenhagës. Shqipëri, ju po bëni pikërisht këtë. Vazhdoni edhe më tej me punën e mirë e faleminderit shumë për bashkëpunimin tuaj. Komisionerja Marta Kos theksoi shpejtësinë me të cilën Shqipëria ka ecur përpara me negociatat dhe faktin që ka mbetur vetëm një hap i fundit. Përvendi juaj, dashur kryeministër, po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe se BE-ja e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitullin. Kryeministri Rama falenderoi Bashkimin Evropian që e mbajti fjalën për të shpërblyer ata që mundohen më shumë. Ai tha se e dim që rruga e antarësimit në BE ka sfida, por nuk ka asnjë rrugë tjetër. Na erdhi vërtet shumë mirë kur pam që kur pam barometrin që përmendi Marta dhe kur kuptuam që populli danez është mes mbështetësve më të mëdhenj të antarësimit tonë. Që të kesh nga ana jon vikingët është diçka që t'jep mjaft siguri dhe na duhet ta përhapim këtë në mbar Europën në mënyrë që askush të mos guxoj një farë mënyre të na bllokoj rrugën, sepse midis nesh dhe vikingëve Por cilat janë sfidat që duhet të kalojë Shqipëria dhe BE-ja në këto 2 vite deri në mbylljen e negociatave?
Të tre përfaqësuesit e Shqipërisë, BE-s dhe Danimarkës ishin shumë optimist. Nuk është e lehtë të çelësh kapitull, por është edhe më vështirë të mbyllësh dhe të kryesh reformat. Jemi të sigurt që jemi në rrugë të mbarë. Në Shqipëri nuk keni vetëm vikingët nga ana juaj, keni të gjithë BE-n, të gjitha shtetet anëtare mbështesin ecjen përpara me Shqipërinë, të përkushtuar ndaj punës, dhe duhet ta duam Europën me gjithë pasionin tonë. E çdo president në saj, me pasion, e çdo përfaqësues të presidencave përfaqësuese me pasion. Kjo është ajo çfarë duhet bëjmë. No, Marta, you don't get jealous. U bëra xheloze. Jo, Marta, nuk duhet të jesh xheloze, sepse ju jeni BE-ja, ndërsa ato janë presidencat përkohshme. Unë do t'jem aty deri në fund. Faleminderit Edi. Kështu që është BE-ja dhe marrëdhëniet e saj. Kemi pyetje të tjera? Do të kishte qenë krejt jo e zgjuar që të kishin pyetje të tjera pas gjithsej deklarate dashurie. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky është Top Channel. Kuvendi i Shqipërisë do të zhvillojë sot 2 seanca plenare të rëndësishme. Në mbledhjen e parë, që nisi në ora 10, u miratuan mes debatesh organet e reja të Kuvendit, por seanca u ndërprer për të vijuar në mesditë, pasi është parashikuar mbledhja e Këshillit të Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit, që do të diskutojë projekt vendimin për ndryshimin e rregullores, që i hap rrugë arkitekturës së re të komisioneve të përhershme. Këshilli pritet t'i kalojë për miratim seancës së pasdites projekt vendimit, por ne do të lidhemi në këto momente me gazetaren tonë të politikës, Elda Menga, e cila po ndjek zhvillimet në parlament. Elda, të përshëndes. Opozita e kundërshton strukturën e re të Kuvendit dhe ka paralajmëruar vot kundër, por megjithatë ajo nuk do t'i bojkotojë komisionet, ashtu siç bëri me organet e reja të Kuvendit. Pyetja ime është, a u mblodh Këshilli Rregullores dhe Mandateve dhe cili është qëndrimi i demokratëve? Doris, të përshëndes, ka pak minuta që ka përfunduar të mbledhja e Këshillit të Rregullores, Mandateve dhe Imunitetit, ku edhe në këto organ të ngritur pak më herët, në fakt nuk ka pasur konsensus sa i takon projekt vendimin për ndryshimin e rregullores së Kuvendit. Opozita kemi mësuar se ka mbajtur të njëjtin qëndrim, duke paralajmëruar vot kundër për ristrukturimin e komisioneve të përhershme parlamentare, ndërkohë majoranca është shprehur e vendosur për të mos bërë asnjë hap pas, pasi sipas saj do duhet të ngrihet të gjithë struktura e Kuvendit për t'i hapur rrugë edhe konstituimit të konferencës së kryetarëve që pritet të ketë një mbledhje ditën e nesërme për të përcaktuar edhe minutazhin që i duhet për programin analitik edhe kabinetit të ri të qeverisë Rama, pasi presim një agjendë të ngjeshur këtë javë politike, Doris, duke qenë se pritet që të njëjtë të kemi një tjetër seancë ku kryeministri Edi Rama do të prezantojë edhe programin analitik të qeverisë së tij të re, e për këtë arsye do duhet të ngrihen të gjitha strukturat e reja të Kuvendit. Në seancën që nisi në orën 10, në fakt kemi pasur edhe ngritjen e disa prej organeve të rëndësishme të Kuvendit, organe vendimarrëse, është ngritur Këshilli i Rregullores dhe Mandateve dhe Imunitetit, Byroja e Kuvendit, sekretariatet e po ashtu edhe Këshilli i Legjislacionit, ku opozita në fakt ka dërguar edhe emrat e anëtarëve të saj, megjithse është kundër, mund të themi, ristrukturimit dhe arkitekturës së re të propozuar nga majoranca. Ndërkohë që projekt vendimi i diskutuar në mbledhjen e Këshillit të Mandateve pak minuta më parë pritet t'i kalojë për miratim seancës plenare që parashikohet të mbahet në orën 17. Vërtet, Elda, në seancën plenare të pasdites që do të nisi në orën 17 ashtu siç edhe ti e the, pritet miratimi i strukturës së re. Majoranca i ka zbuluar emrat e drejtuesve të 7 komisioneve, por opozita i ka emrat për 4 komisionet që do të drejtojë? Doris, në fakt nuk i ka ende emra për shkak se ishte lajmëruar një mbledhje e grupit në orën 12:30, por duke qenë se në të njëjtën orë ne presim bijimin e seancës plenare që u ndërprej për shkak të mbledhjes së Këshillit të Rregullores dhe Mandateve, Partia Demokratike menjëherë pasi të mbyllet edhe seanca e hapur e paraditës, pritet që të mblitet në seli për të vendosur edhe emrat e drejtuesve të saj në komisionet parlamentare. Do të drejtojë 4 komisione parlamentare
parlamentare me ristrukturimin e ri të komisioneve të përhershme, ndërkohë Partia Socialiste 7 prej tyre ku ja ka besuar drejtimin ish ministrave të saj, ndërkohë Partia Demokratike ende nuk e ka ndarë mendjen sa i takon drejtimin të këtyre komisioneve, po ashtu edhe nënkryetarëve që duhet të caktoj për komisionet e drejtuara nga majoranca, po ashtu edhe për bërjen e gjithë antarëve të 11 komisioneve të reja që pritet të marrin edhe miratimin e seancës plenare pas dite. Është interesante në fakt se si do të bëhet kjo shpërndarje e komisioneve, duke qenë se tashmë opozita e ka humbur mund të themi edhe drejtimin e Komisionit të Integrimit, e pikërisht për këtë çështje ka pasur një debat me dy drejtuesve të grupeve parlamentare, Tauland Balla dhe Gazmend Barti, duke bërë që të përplaseshin me akuza dhe kundër akuza në seancën e mbajtur paradite. Po për më shumë unë ftoj të ndjekim bashkë një pjesë nga debati mes Ballës dhe Bartit. Nuk mund të vazhdonim në 2025 me ndarje komisione që në një sektor caktuar risillte një emërtesë që transpozohej që nga Kuvendi Popullor i vitit 1988. Prandaj kemi ardhur me një propozim ku puna në komisionet e parlamentit të reflektoj pikëspari kapitujt dhe grup kapitujt e marrëveshjes antarësimit në Bashkimin Evropian, me një fokus veçantë në disa fusha ku mendoj që dhe opozita pa dyshim ka rolin e vet të pazëvendësueshëm. Dëgjova që thatë që i kemi marrë opozitës komision, nuk i kemi marrë asnjë komision, përkundër i kemi shtuar më shumë fusha përgjegjësie se sa kishit. Dhe i kemi besuar opozitës fusha jetike. Ndodh për herë të parë se atë që tentua ta bënit vitin e shkuar ju arrodzoi gjykata kushtetuese që ndryshimet në rregulloren e kuvendit, aq më tepër për strukturën e kuvendit, diktohen nga kreu i ekzekutivit. Pasi gjithë verës i diktoi strukturat pushtetit lokal, i tha bashkive me këtë strukturë drejtorish edhe përbërjesh do qeverisni pushtetin lokal, pasi i dikton vendimarrjet gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe nëse nuk i pëlqen i sulmon Facebook, dhe për këto duhet flasim se nuk ndodh në asnjë vend botës se foli për hapje kapitujsh e për pralla integrimi. Kursi i këmbimit të euros me lekun ka shkuar në nivelin më të ullët historik me 96 lek. Ne kemi tani në një lidhje direkte gazetaren Marinela Lina, e cila do të na tregojë arsyet. Përshëndetje Marinela. Për një saksim më të mirë, sa është këmbimi i euros me lekun në blerje dhe në shitje, dhe cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë rënje të madhe? Doris, të përshëndes, tendenca rënëse e euros është vërejtur edhe në këto fillim jave, duke bërë që pikërisht moneda europiane të këmbehet për 96.91 lek, siç edhe ti Doris, është edhe mund të themi minimumi i ri historik e arritur jo vetëm për vitin 2025, por edhe në 4 vitet e fundit, teksa ka bërë që moneda europiane në tregun valutor shqiptar të zhvlerësohet ndjeshëm. Vetëm për vitin 2025, sipas një përllogaritje, duke krahasuar me janarin 2025, kemi një zhvlerësim të monedës europiane me rreth 3%. Pra, duke treguar dhe tendencën e qartë pikërisht për vitin aktual që jemi. Shkaktohet nga një sër faktorësh ky zhvlerësimi i euros në tregun valutor shqiptar, si për shembull mund të rendisim emigrantët të cilët sjellin një sasi të konsiderueshme të parave të tyre për familjet shqiptare, dhe sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vetëm për 6 muajt e parë të vitit kanë sjellë një vlerë mbi 500 milionë euro, por nuk mbetemi vetëm tek emigrantët, turizmi është një ndër faktorët kryesorë që sjell dhe këtë zhvlerësim të monedës europiane, ku për gjatit sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë kanë sjell rreth 2.1 miliard euro mbi 4.7 milion turistë të cilët kanë kryer pushimet pikërisht në vendin tonë. Nuk mbetemi vetëm tek turistët dhe tek remitancat, por ka dhe një sër faktorësh të tjerë të cilët ndikojnë në këtë zhvlerësim të monedës europiane. Mund të përmendim investimet e huaja nga një anë, por dhe nga ana tjetër paranë informale të cilët kanë ndikuar ndjeshëm duke shtuar ofertën monetare të euros në tregun shqiptar. Ka një sër përfituesish dhe një sër humbësish, Doris, nga kjo situata e euros në vendin tonë. Kundër humbësit mund të përmendim
kryesisht eksportuesin dhe sektorin fason, të cilët kontratat e tyre i kanë në monedën europiane, por nga ana tjetër pikërisht dhe familjet shqiptare, të cilët marrin para vazhdimisht nga të afërmit e tyre në emigrim dhe detyrimisht nëse janë në monedën euro do të kenë edhe një vlerë më të ulët kundrejt monedës vendase, pra pikërisht të lekut. Kemi nga ana tjetër përfituesit, janë kredimarrësit në monedën europiane, të cilët këstet e tyre do t'i paguajnë në një vlerë më të ulët pasi pikërisht euro ndikon në principalin e detyrimit të kredive të tyre. Nga ana tjetër kemi dhe përfitues të tjerë nga kjo situatë. Përmendim dhe qeverinë e cila nëpërmjet një euro më të zhvlerësuar, borxhi i saj, këstet e saj për të shlyer borxhin e jashtëm, janë edhe disi më të lira pikërisht në monedën europiane. Por për të parë këtë situatë të zhvlerësuar të euros në Shqipëri, si mund të rregullohet sipas ekspertëve, një ndikim kryesor e jep edhe Banka e Shqipërisë, e cila si faktor dytësor ka ndërhyrje në tregun valutor shqiptar, duke tërhequr një sasi të konsiderueshme dhe burime për Top Channel bëjnë të ditur se mbi 500 milion euro janë tërhequr nga tregu valutor shqiptar deri në muaj ngusht sipas Bankës së Shqipërisë, por pritet edhe më tej se si do ndikojë edhe në muajt e tjerë në vijim kjo situatë. Qartë Marinela, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt të gjithë informacionet që na përsolla. Kredit me probleme ranë në nivelin 4.04%, duke treguar se qytetarët janë shumë të rregullt në pagimin në kohë të kësteve të kredisë. Në përmirësim kanë shërbyer dhe rregullat e forta të vetë bankave. 2025 është dhe viti me nivelin më të ulët të kredive me probleme, në 4.04%, duke treguar se bizneset dhe familjet shqiptare i kanë shlyer huat e tyre në kohë, por edhe më shumë. Rritja e të ardhurave dhe punësimi i qëndrueshëm kanë forcuar aftësinë paguese, ndërsa një ndikim e ka dhënë dhe ulja e normave të interesit. Nëse flasim për një nivel 4% të kredive në probleme, kjo vjen për shkak se dhe niveli i kredive në vitet e fundit është rritur mjaft shumë. Sidomos vetëm në vitet e fundit, nëse nuk jam gabim, është rreth 13% që është rritur baza e kredive që është dhënë. Pra, ka pas një kredimarrje shumë të madhe në ekonomi. Dhe kjo bën që nëse do të kishim në mënyrë përpistimore, normalisht ka më pak me probleme. Por nuk është vetëm kjo arsye. Është shtuar vërtet kontrolli dhe mënyra e disbursimit të kredive nga bankat është shumë herë më rigoroz. Arsye tjetër, ndoshta mund të ishte shumë mirë fakti i mikrokredive. Kemi parë disa raste në vitet e fundit që kredit problematike që kanë ardhur sidomos ndaj qytetarëve ose pra jo bizneseve, dhe kjo ka pasur një rënje. Norma e interesit në vitet e fundit ka pasur një tendencë rënëse dhe normalisht kjo e ul pak barrën e kredimarrësit. Krediti janë rritur ndjeshëm vitet e fundit si dhe vlera e tyre, me një dovinim të huas për shtëpi që arrin një portofol afro 30 miliard lek, jo vetëm nga ndikimet nga ana e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë dhe ecurisë së ekonomisë, por dhe ristrukturimet që bankat kryejnë, po ndikojnë në këtë raport të kredive me probleme. Ndoshta ristrukturimi, sidomos zgjatja e afatit. Gjithmonë jo në afate shumë të larta për të ruajtur dhe atë riskun nga pjesa e bankave me institucioneve. Kjo detyrimisht ndihmon sepse do të ulte pjesën e tyre kësaj mujor ristrukturimi në sensin që çfarë mund të bëjnë me kredit për probleme, se si ata i trajtojnë në librat e tyre bankar. Normalisht që kjo do të bënte një mirë menaxhim nga institucioneve, me aq sa ata mund të kenë kontroll. Portofoli total i kredisë së dhënë nga 11 banka tregtare në vend, në fund të gushtit ishte 855 miliard lek, nga të cilat 34.5 miliard ishin huat të papaguara në kohë. Kjo rënje shënon dhe pikën më të ulët të raportit të kredive me probleme që nga viti 2008, pastrimi i portofoleve të bankave, si dhe rikuperimi i huave të vjetra po japin rezultat, ndërsa treguesi konfirmon se sistemi bankar po hyn në një fazë më të qëndrueshme financiare. Për Top Channel, Marinela Lina. Topvizchannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Rusia ka shtuar incidentet në Poloni, ndërsa autoritetet polake kanë lajmëruar se një dron ka fluturuar mbi institucionet shtetërore në Varshavë dhe rezidencën e presidentit. 2 bielorus janë arrestuar. Vetëm pak ditë pas një incidenti që rindezi frikën e një konflikti frontal NATO-Rusi, një tjetër dron shkeli hapësirën ajrore të Polonisë,
Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi se mjeti pa pilot është parë mbi disa ndërtesa qeveritare në Varshavë dhe mbi rezidencën e presidentit. Një hetim ka nisur menjëherë mbi ngjarjen. Droni tashmë është neutralizuar e sipas Tusk, 2 shtetas bielorus janë ndaluar dhe po merren në pyetje lidhur me incidentin. Rruga Parkova, ku ndodhi incidenti, ndodhet në një zonë të Varshavës ku janë të përqendruara ndërtesat qeveritare, Pallati Belvedere dhe disa ambasada të huaja. Në afërsi ndodhet edhe ambasada ruse, raportoi televizioni publik polak, TVP. Zona është e shpallur ndalim fluturim për dronët, përveç rastit kur operatorët sigurojnë një leje të posaçme. Sipas autoriteteve lokale, shkelja e këtij rregulli konsiderohet vepër penale dhe dënohet deri në 5 vite burg. Incidenti ndodhi në një kohë kur Polonia gjendet në gjendje të shtuar gatishmërie, pasi disa dronë rus hynë në hapësirën e saj ajrore të mërkurën e kaluar, duke shtyrë NATO-n të dërgojë avion luftarak për t'i rrëzuar. Ushtria izraelite nisi një ndërhyrje në thellësi të qytetit të Gazës. Tanket dhe bombardimet e pandërprera kanë larguar mijëra civil nga qyteti. Izraeli thotë se në brendësi të qytetit po kërkon pengjet që mban Hamasi. Ushtria izraelite nisi gjatë natës një sulm masiv ndaj qytetit të Gazës me avion bombardues, dron, raketa dhe helikopter. Ky operacion është vetëm fillimi, deklaruan zyrtar ushtarak të shtetit hebre. Tanket dhe forca speciale përparuan drejt qendrës së qytetit, ku besohet se fshihen shumë nga pengjet. Presidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Hamasin, duke i dhënë një mesazh të qartë: mos i përdorni pengjet si mboroja njerëzore, përndryshe çdo gjë do të jetë e mundur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nxitoi ta falenderonte për mbështetjen e tij të palëkundur, por vetë familjarët e pengjeve tentuan ta ndalonin pushtimin duke protestuar me thirrjet: kjo mund të jetë nata e tyre e fundit. Ofensiva e ushtrisë izraele thellë në qytetin e Gazës justifikohet me qëllimin e zhdukjes së Hamasit. Banorët raportuan bombardime thuajse të pandërprera në zemër të kryeqendrës së enklavës, teksa turmat janë mbathën nga sytkëmbët drejt periferisë. Një zyrtar i lartë i IDF-s pohoi se edhe më shumë trupa toksore do të dërgohen në ditët në vijim, si pjesë e një sulmi të plot nga toka që synon marrjen e të gjithë zonës. Gaza City po digjet, shkroi në rrjetet sociale ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz. Ne nuk do të tërhiqemi derisa misioni të përfundojë, vazhdonte mesazhi i tij. Jerusalem Post raportoi gjithashtu nisjen e një ofensive madhore, duke cituar raportet palestineze se tanket po hynin në zemër të qytetit në nivele lufte, që në Gazën Veriore nuk janë parë prej ndoshta 2 vitesh tashmë. Bilanci fillestar i vdekjeve është 62 viktima, e pohuar kjo nga agjencia e lajmeve Wafa, e cila citon burime mjekësore, ndërsa thotë se disa prej tyre humbën jetën në lagjen Nasser, teksa po strehoheshin në një tend. Një raport i fundit i OKB-s thotë se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza. Sipas zgjedhjeve të Komisionit Hetimor të Kombeve të Bashkuara, nga viti 2023 në Gaza janë kryer 4 nga 5 akte gjenocidiale që një ligji ndërkombëtar. Ofensiva izraelite në qytetin e Gazës vjen në kohën kur një komision hetimor i Kombeve të Bashkuara doli në përfundimin se Izraeli ka kryer genocid ndaj palestinezëve në enklav. Raporti i ri pretendon se ka baza të arsyeshme për të dalë në përfundimin se që nga fillimi i luftës me Hamasin në 2023 janë kryer 4 nga 5 aktet genocidiale të përcaktuara sipas ligjit ndërkombëtar. Vrasja e antarëve të një grupi, shkaktimi i dëmtimeve të rënda trupore dhe mendore, shkaktimi i qëllimshëm i kushteve të llogaritura për të shkatruar grupin dhe parandalimi i lindjeve. Në dokument citohen deklaratat e liderëve të shtetit hebre dhe modeli i sjelljes nga forcat izraelite si prova të qëllimit genocidial. Për të përmbushur përkufizimin ligjor të genocidit, sipas konventës ndërkombëtare, duhet të vërtetohet se autori ka kryer ndonjë nga këto krime me qëllim specifik për shkatrimin e grupit në tërësi ose pjesërisht. Ministria e Jashtme izraelite e kundërshtoi menjëherë raportin, duke denoncuar atë si të shtrembruar dhe të rrem. Një zëdhënës i saj akuzoi 3 ekspertët në komision se shërbejnë si përfaqësues të Hamasit dhe mbështeten tërësisht në gënjeshtrat e grupit militant të përsëritura nga të tjerët, por që sipas tij tashmë janë hedhur poshtë krejtësisht. Komisioni i pavarur ndërkombëtar i hetimit mbi territorin e pushtuar palestinez u krijua nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njerëzit në vitin 2021 me qëllimin të hetojë të gjitha shkeljet e dyshuara të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njerëzit.
Paneli ekspertëve prej 3 antarësh kryesohet nga Navi Pillay, i shefe të drejtave të njeriut të OKB-s, e cila ka qenë dhe kryetare e gjykatës ndërkombëtare për genocidin në Ruanda. Elon Musk bëri një deklaratë që ka trazuar Londrën përballë turmës së populistëve të djathtë që protestuan kundër emigrantëve. Dhuna po vjen tek ju, mbrohuni ose do të vdisni. Kjo deklaratë e bërë nga Elon Musk gjatë një tubimi masiv të populistëve të djathtë në fundjavë, me më shumë se 110.000 pjesëmarrës në qendër të Londrës, të cilëve miliarderi u drejtua përmes një video lidhje, ka ngjallur reagimin e ashpër të qeverisë britanike. Musk u shpreh se opinioni në Britani ka frikë të ushtrojë lirinë e mendimit dhe madje e përshkroi median publike BBC si bashkëfajtore në shkatrimin e vendit. Manjati ju referua edhe temave të emigracionit dhe Brexitit. Duke u drejtuar demonstruesve të djathtë, ai tha se dhuna vjen tek ju nëse e zgjidhni ose jo. Musk u shkoi deri aty sa të kërkonte shpërbërjen e parlamentit dhe zëvendësimin e qeverisë laboriste të Starmerit. Ky i fundit megjithatë zgjodhi të mos hesht. Kryeministri i cilësoi deklaratat e Elon Muskut si të rrezikshme, megjithatë refuzoi sanksionet ndaj miliarderit. Britania e Madhe është një kombë që krenohet për tolerancën, diversitetin dhe respektin. Protesta paqësore është një bërtham e vlerave të vendit ton, shkroi Starmer në platformën X. Edhe një zëdhënës i tij shtoi më pas se populli britanik nuk e dëshiron këtë gjuhë të rrezikshme dhe nxitse. Emigracioni i palishëm është një nga temat më të nxehta sot në Britaninë e Madhe, që nga fillimi i vitit përmes kanalit të La Manche-it në vend kanë hyrë mbi 30.000 klandestin, ndërsa strehimi i azilkërkuesve nëpër hotele shkaktoi protesta të mëdha gjatë verës. Ndjekim tani një blok lajme shkurt nga sporti. Kemi rritur kështu në fund të lajmeve të mesditës këtu në Top Channel. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.